Ditë më parë, kryetari i Komunës së Dibrës, Sekuran Duka, ju riemëroi për mandat të dytë drejtori i Ndërmarrjes Komunale Publike Standard. Do deshim nga ju të na njoftoni me arsyet gjithësisht me të arriturat e juaja që kryetari i Komunës së Dibrës t'u jep besimin si drejtues edhe një mandat të dytë dhe cilat janë projektet në të ardhmen që do të realizoni në Ndërmarrjen Komunale Publike Standard. Ju falenderit për mundësinë e dhënë për të shpalosur idejet dhe projektet tona, si për të kaluarën, po ashtu edhe për të ardhmen. Është vërtet, para pak ditësh unë personalisht mora mandatin e dytë në këtë pozitë, dhe për këtë jam falenderues të gjithë grupit të punës, i që shqyrtoi dokumentacionet e mia, po ashtu në vetën e tij edhe kryetarit të komunës, i cili më dha besimin në për të vazhduar me punët e mira në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e kësaj ndërmarrjeje. Për në periudhën që lam pas, për mandatin e parë, është vërtetë ne kemi arritur disa rezultate shumë të mëdha në të gjitha fushat e të ndërmarrjes tonë. Do të përmendni këtu më thanë përmirësimin e vazhdueshëm të furnizimit me ujë për qytetarët e qytetit të Dibrës. Do të përmendni këtu përmirësimin e vazhdueshëm të pastërtisë publike, me thekse veçantë për grambullimin dhe transportimin e mbeturinave nga qytetarët, e cila në po të shifet është një proces që ka vazhduar me modernizimin e makinerisë, tha gjithmonë me përkrahjen e komunës, por edhe me menaxhimin tonë në ndërmarrjen komunale. Një ndër suksese më të mëdha, të mira personalisht, por gjithmonë në bashkëpunim të ngushtë me stafin e ndërmarrjes, ka qenë edhe rritja e pagesës. Ne në fillimin tonë kemi marrur ndërmarrjen me një përqindje shumë të ulët të pagesës, tha dikundi afër 30%, 29.7%, dhe sot që flasim, mund të themi lirisht që e kemi dyfishuar atë pagesë. Edhe kjo na ka ndihmuar që ne të përmirësojmë kushtet e punës, që ne të rrisim rrogat në vazhdimsi dhe të kemi mundësi të bëjmë edhe investime në ndërmarrje. Po ashtu, në sukseset e kaluar, të mandatit të kaluar, ne mund të përmendim edhe zgjidhjen e problemit me shëndetësinë, por të gjithë punëtorët e të ndërmarrjes tonë publike. Padyshim që këtu hynë edhe disa projekte të aplikuara nga vetë ne për herë të parë, të fituara dhe të realizuara. Dhe të gjitha këto kanë të bëjnë me përmirësimin e vazhdueshëm të furnizimit me ujë të pijshëm. Do të theksoj këtu se me përkrahjen e komunës, më thanë, u bë edhe investimi më i madh i ndodhur ndonjëherë në qytetin e Dibrës por ujësiesin tonë, ku me projektin për 200.000 eurove u investua në ndrimin e të gjitha valvulave të cilat furnizojnë me ujë të pijshëm prej të burimi i ujit deri te rezervuari kryesor. Dhe pastaj na takonte neve që për menaxhimin e ujit në qytet të bëjmë punën tonë dhe ja kemi arritur që restriksionet të cilat në fillim të mandatit tim ndodhshin me muaj të tërë, prej muajit maj deri muajin shtator, ne ato t'i ulim në vetëm 2 apo maksimum 3 javë në vit. Dhe padyshim që kjo punë do të vazhdojë për përmirësimin e këtyre kushteve më të mira për furnizimin e ujit të pijshëm edhe në mandatin tim të dytë. Kjo mbetet një synim i lartë i imi personalisht, por edhe i kryetarit të komunës, edhe i të gjithë stafit tonë. Të gjithë sektorët padyshim që janë të rëndësishëm. E përmenda pak më parë edhe pastërtinë publike, edhe grambullimin e mbetjeve, edhe kështu me radhë. Dhe në të gjitha fushat ne kemi përsuar një rritje të vazhdueshme, qoftë në cilësinë e punës, qoftë në përmirësimin e shërbimeve, për të cilën ne ekzistojmë realisht, edhe kështu me radhë. U jam falenderues të gjithë edhe qytetarëve, edhe bashkëpunëtorëve të mi, më thanë, të cilët e kuptuan vizionin tim, edhe u bën krah edhe u bën palë në këtë ndryshim që ka ndodhur për mandatin e parë. Dhe shpresoj që e njëjta frymë të vazhdojë edhe për mandatin e dytë tim. Cili është fenomeni i mospagesës i ujit për pije? Janë raste sociale apo të kamurit? Ka bashkëprejë se janë të gjithë? Janë të gjithë. Fenomeni i mospagesës të ujit
ishte shndruar në diçka normale, në një fenomen shumë normal. Edhe kjo ishte një prej pengesave që mua më ka brejtur vazhdimsi. Dhe ne kemi marrë masa, qoftë ligjore, dhe gjitha forma tjera për të arritur këtë pagesë. Ka qenë një aspekt interesant, ka qenë edhe vetëvendësimi i popullsisë. Ne kemi arritur, pasi me duplimin e pagesës, rreth afër 60%, ku qëndrojmë tani, ne kemi arritur, që edhe me forcën e ligjit, por edhe me vetëdijsimin e njerëzve të arrijmë të bëjmë këtë ndryshim të madh, i cili është shumë i nevojshëm edhe jetik për ndërmarrjen tonë. Si qëndron gjendja me pagesat e ujit të pishëm në ndërmarrjet e tjera gjithsesi në qytetet e tjera? Nga të dhënat e mia, pasi si nën kryetar i kështëqatës të ndërmarrjeve në të gjithë Maqedoninë Atkom, të gjithë përballen me këtë problematika. Dhe të gjithë gati janë pak më poshtë se ne. Inkasimi është një pikë delikate e të gjithë ndërmarrjeve. Dhe unë tani do flas si përfaqësuesi i Atkomit, si në kryetari i saj, ne të gjithë kemi detyrim, që të marrim masa ligjore ndaj mospaguesve, ndaj këshillpërdoruesve të ujit e kështu me radhë, me qëllimin e vetëm që të arrijmë në mundësinë që ne të jemi komod në finansat tona, në mirëmbajtjen e rrjetit, në furnizimin me ujë të pishëm edhe kështu me radhë. Ndërmarrja komunale për të punësuarit e saj ka zgjidhur ngërçin e sigurimeve shëndetësore dhe atyre pensionale. Siç e theksova pak më lartë, ne në mandatin tonë të parë arritëm që ta zgjidhim problemin tonë me sigurimet pensionale, ku ne, edhe pse kemi qenë vazhdimsi, pagues të asaj, ne përsëri nuk kishim shërbime shëndetësore. Arritëm që ta zgjidhim atë ngërç të madh, e cila për mua mund të them që është e arritura më e madhe, që gjithmonë kjo në favorin e punëtorëve të ndërmarrjes tonë JKP Standard. Po ashtu, të gjitha këto ndryshime që kanë ndodhur për 2 vitet e fundit me rritjen e rrogave, këto padyshim që kanë pasur edhe bilancin e vet financiar. Mirë, po ne me menaxhim kemi arritur që të gjitha këto të mbulojmë, edhe të dalim ballë, për shërbimet tona ndaj punëtorëve. Shërbime shëndetësore, apo edhe sigurimin? Edhe shëndetësore, edhe pensionale. Ndërmarrjet komunale shpërndarjen e ujit për pije e kanë monopol dhe si shifet e ardhmja e ndërmarrjeve në Maqedoni rreth shpërndarjes së ujit për pije. Është mëkat që të gjitha ndërmarrjet tona në Maqedoninë e Veriut, të ndërmarrjet që merren me furnizime me ujë edhe me beturina, të jenë në gjendje të vështirë ekonomike, financiare, edhe me të gjitha problemet e tyre. Ne kemi një monopol. Ne kemi elementin e dytë jetik për jetën në Maqedoni, për jetën e njeriu, siç është uji. Dhe të kesh këtë mundësi, të kesh këtë lloj monopoli, edhe përsëri të kemë mungesa në financa, kjo është një absurd në vete. Mirë po, vitet e kaluara kanë qenë shumë problematike në gjitha aspektet. Edhe një ndër to është edhe në këtë aspekti i rregullimit të gjitha ndërmarrjeve. Nëse vazhdohet në formën me të cilën ne kemi udhëhequr 4 vitet e kaluara, pra me investime, me rritjen e inkasimit, me investime në rrjet edhe në shërbime, unë mendoj që për një kohë të shkurtër ne do të arrijmë në pikën që edhe palët të kenë shërbim më të mirë, po edhe punëtorët tonë të jenë në gjendje më të mirë ekonomike, financiare e në gjitha aspektet. Për fund, ndërmarrja komunale, pasi ka arritur kualitetin e shërbimeve si në ujin për pije dhe në grumbullimin e mbeturinave, nga komuna Dibrës ka patur mjaft përkrahje duke i mundësuar ndërmarrjes blerjen e makinave, si për grumbullimin e mbeturinave, si dhe për pastrimin e rrugëve dhe të kanalizimeve të ujrave fekal.